Të dashur dëgjues të Radio Son, veçanërisht ju të rinj që na ndiqni sot. Mirë se erdhët në emisionin ton të përjavshëm. Jetojmë në një kohë që karakterizohet nga shpejtësia. Gjithçka duket se lëviz më shpejt se mendimi ynë, më shpejt se zemra jon dhe shpesh edhe më shpejt se aftësia jon për të kuptuar jetën. Teknologjia ka sjellë mundësi të jashtëzakonshme, komunikim të menjëhershëm, informacion të pafund, edhe një botë që duket gjithnjë më e lidhur. Por, paradoksalisht, sa më shumë lidhet bota nga jashtë, aq më shumë njeriu rrezikon të shkëputet nga brenda vetes së tij. Në këtë realitet, lind një pyetje thelbësore që prek çdo njeri, veçanërisht të rinjt. A ka vend për Zotin në një botë që ecën me kaq shpejtësi? Nuk është një pyetje teorike, është një pyetje që na përket të gjithëve. Sepse nëse njeriu humbet ndjenjën e pranisë së Perëndisë, atëherë shpejtësia e botës nuk i sjell liri, por e lodh, nuk i sjell paqe, por ankth, nuk i sjell plotësi, por bëshllëk. Kisha ortodokse na mëson se njeriu është krijuar sipas ikonës së Perëndisë. Kjo do të thotë se brenda çdo njeriu ekziston një thirrje e brendshme për përjetësi, një etje për dashuri të vërtetë, një dëshirë për të vërtetën që nuk ndryshon dhe për paqen që nuk prishet nga rrethanat e jetës. Prandaj, asnjë realitet toksor, sado i bukur apo i suksesshëm të duket, nuk mund ta mbush plotësisht zemrën e njeriut, nëse ajo zemër nuk është në bashkim me Perëndin. Shumë njerëz sot përpiqen ta mbushin këtë boshllëk me aktivitete, me arritje, me konsum, me argëtim apo me lidhje të shpejta të sipërfaqshme. Por zemra e njeriut nuk është krijuar për të qenë e shpërqendruar, por për të qenë e përqendruar në dashuri. Dhe dashuria e vërtetë, sipas Ungjillit, nuk është thjesht ndjenjë, por është prani. Prania e Perëndisë në jetën e njeriut. Etrit e shenjtë të kishës na kujtojnë se problemi i njeriut nuk është mungesa e informacionit, por mungesa e njohjes së Perëndisë në thellësinë e zemrës. Sepse njeriu mund të di shumë për botën, dhe megjithatë të mos e njohë veten e tij, mund të jetë i lidhur me shumë njerëz, dhe megjithatë të ndihet i vetmuar. Mund të ecë me shpejtësi, dhe megjithatë të mos ketë drejtim. Në këtë kuptim, shpejtësia e botës moderne nuk është domosdoshmërisht përparim shpirtëror. Përkundrazi, shpesh ajo bëhet shpërqendrim, duke e larguar njeriu nga heshtja ku dëgjohet zëri i Perëndisë. Sepse Zoti, sipas përvojës së kishës, nuk flet në zhurmë, por në qetësi. Nuk imponohet, por thërret. Nuk e detyron njeriun, por e fton në dashuri. Prandaj kisha nuk i fton njerëzit të largohen nga bota, por të mësojnë si të jetojnë në botë pa humbur Perëndin. Të jetojnë mes shpejtësisë pa humbur paqen. Të jetojnë mes zhurmës pa humbur heshtjen e brendshme. Të jetojnë me sfidave pa humbur shpresën. Në qendër të këtij mesazhi qëndron Krishti, i cili nuk erdhi për të shtuar ngarkesën e njeriut, por për ta çliruar atë. Ai thot: "Ejani tek unë, të gjithë ju që jeni të lodhur dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje." Kjo ftesë mbetet e hapur edhe sot për çdo zemër që është e lodhur nga ritmi i botës, nga ankthi i së ardhmes, edhe nga kërkimi i vazhdueshëm për kuptim. Prandaj pyetja e vërtetë nuk është vetëm nëse ka vend për Zotin në botë, por nëse ne i japim vend atij në jetën tonë të përditshme. Sepse Perëndia nuk mungon kurrë. Ai është gjithmonë pranë. Ai troket, pret dhe thërret. Por njeriu është ai që duhet të ndalet, të dëgjojë dhe të hapë zemrën. Jetojmë në një epokë që na ka dhënë më shumë mundësi se çdo brez tjetër në histori. Me një klikim mund të flasim me dikë në anën tjetër të botës. Me një telefon në dorë kemi më shumë informacion se sa kishin bibliotekat e tërë shekujve të kaluar. Ola, megjithatë, ndërsa teknologjia ecën përpara, shumë zemra mbeten pas. Shpesh dëgjojmë të rinj që thonë:
Nuk kam kohë, ndihem i vetmuar, ndihem i lodhur, nuk e di çfarë dua, nuk e di ku po shkon jeta ime. Dhe pikërisht, tu lind pyetja jon. A ka vend për Zotin në një botë që ecën me shpejtësi? Ndoshta pyetja mund të shtrohet ndryshe. A mund të jetojë njeriu pa Zotin në një botë që po vrapon gjithnjë më shpejt? Sepse problemi nuk është se Zoti është larguar nga bota. Problemi është se bota është larguar nga heshtja ku dëgjohet Zoti. Sot, njerëzit flasin shumë, por dëgjojnë pak. Shikojnë shumë, por vështrojnë pak. Njohin shumë gjëra, por njohin pak vetveten. Dhe kështu ndodh që njeriu modern arrin të pushtojë hapësirën, por jo zemrën e tij. Arrin të ndërtojë makina më të shpejta, por jo paqen më të thellë. Arrin të lidhet me miliona njerëz, por jo gjithmonë me Perëndin. Shumë Vasili i Madh, më shumë se 1600 vjet më parë, paralajmëronte se njeriu mund të humbas jetën duke vrapuar pas gjërave kalimtare dhe të harrojë atë që është e përjetshme. Sa aktuale tingëllon kjo sot? Ne jetojmë në kulturën e nxitimit. Duam përgjigje të menjëhershme, duam sukses të menjëhershëm. Duam rezultate pa pritje. Por Zoti nuk vepron sipas ritmit të internetit. Ai vepron sipas ritmit të zemrës. Ai nuk troket me zhurmë. Ai troket me dashuri. Dhe dashuria kërkon kohë, kërkon dëgjim, kërkon durim, kërkon marrëdhënie. Prandaj Shën Grigor teologu shkruante se njeriu nuk mund ta njohë Perëndin nëse nuk mëson më parë të hyjë brenda vetes. Sa prej nesh sot gjejnë kohën të qëndrojnë 5 minuta në heshtje? Sa prej nesh gjejnë kohën të luten? Sa prej nesh gjejnë kohën të mendojnë për kuptimin e jetës? Nëse do t'i pyesim të rinjt se çfarë i shqetëson më shumë, shumë do të përgjigjeshin. Ankthi, pasiguria, frika për të ardhmen, vetmia, mungesa e shpresës. Por këto nuk janë probleme vetëm psikologjike, janë dhe etje shpirtërore. Sepse zemra e njeriut është krijuar për diçka më të madhe se konsumimi, argëtimi dhe karriera. Ajo është krijuar për bashkimin me Zotin. Gjej, unë të doja që t'i referohesha njërit prej etërve të kishës, Shën Maksim Rrëfimtarit, i cili na mëson se çdo dëshirë njerëzore në thellësi kërkon Perëndin, edhe kur vetë njeriu nuk e kupton këtë. Kur kërkojmë dashuri, në fakt kërkojmë burimin e dashurisë. Kur kërkojmë të vërtetën, kërkojmë Krishtin që tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta." Kur kërkojmë paqe, kërkojmë atë që është princi i paqes. Prandaj, asnjë sukses toksor nuk e mbush plotësisht zemrën, sepse zemra është më e madhe se çdo gjë toksore. Të dashur të rinj, kisha nuk ju kërkon të largoheni nga bota. Kisha ju mëson si të jetoni në botë pa humbur shpirtin. Shën Joan Gojarti jetoi në një qytet të mbushur me zhurmë, pasuri dhe tundime. Megjithatë, ai u kujtonte besimtarve. Nuk është qyteti që të largon nga Zoti, por shpërshëndrimi i zemrës. Sa fjalë të fuqishme për kohën tonë. Problemi nuk është telefoni. Problemi nuk është interneti. Problemi gjithashtu nuk është teknologjia. Problemi është kur këto zën vendin që i takon Zotit. Kur zgjohemi me telefonin dhe flem me telefonin. Kur dim gjithçka për jetën e të tjerëve, por asgjë për gjendjen e shpirtit ton. Kur kemi kohë për çdo gjë, përveç lutjes. Kur kemi energji për çdo gjë, përveç marrëdhënies me Krishtin. Por, si mund ta gjejmë Zotin në këtë realitet? Përgjigjja e kishës është e thjeshtë. Jo duke ikur nga bota, por duke shenjtëruar jetën tonë brenda saj. Duke filluar ditën me lutje, duke lexuar Ungjillin, duke marrë pjesë në liturgji, duke u rrëfyer, duke ndihmuar të varfrit, duke falur dhe mbi të gjitha duke dashur. Kjo varke mjere shpirtit tim, e ture vrare dërmuar, drejt limanit të për shpëtim, e ture vrare dërmuar, drejt limanit të për shpëtim. Shën Isak Siriani thoshte:
Fito paqe në zemrën tënde dhe mira njerëz do të gjejnë shpëtim prej teje. Bota sot ka nevojë për njerëz të tillë, jo për njerëz që bërtasin, por për njerëz që rrezatojnë paqe, jo për njerëz që gjykojnë, por për njerëz që duan, jo për njerëz që përhapin errësirën, por për njerëz që mbajnë dritën. Kjo është thirrja e të rinjve ortodoks sot. Të mos bëhen ndjekës së verbër të metodave kalimtare, por dëshmimtar të Krishtit. Kryepeshkopi Ndier Anastas e përsërisë shpesh se rinia nuk është vetëm e ardhmja e kishës, ajo është e tashmja e saj. Ai besonte tek fuqia e zemrave të reja. Besonte se një njerëz që jeton me Krishtin mund të ndryshojë familjen, shoqërinë dhe kombin e tij. Dhe kjo mbetet një thirrje edhe sot. Të dashur të rinj, mos kini frikë të besoni, mos kini frikë të luteni, mos kini frikë të jeni ndryshe, mos kini frikë të ecni kundër rrymës, kur rryma të çon larg së vërtetës, sepse Krishti nuk është pengesa e lumturisë suaj. Ai është burimi i saj. Në fund të fundit, pyetja jon nuk është nëse ka vend për Zotin në këtë botë. Pyetja e vërtetë është: a ka vend në zemrën tonë për Zotin? Nëse përgjigjja është po, atëherë edhe në mes të zhurmës do të gjejmë heshtjen, edhe në mes të ankthit do të gjejmë paqen, edhe në mes të errësirës do të gjejmë dritën, edhe në mes të kësaj bote do të gjejmë drejtimin që na çon drejt mbretërisë së Perëndisë, sepse bota ecën me shpejtësi, por Zoti ecën me ne. Një takim që ndryshon një zemër. Tani do doja të ndaja me ju një histori nga Shën Vasili, i cili po kalonte pra një tregu të mbushur me njerëz. Të gjithë vraponin pas punëve të tyre, pas fitimeve, pas shqetësimeve të jetës. Mes turmës, ai pa një plak të varfër që rrinte i qetë, me fytyrë të ndriçuar edhe me një paqe të pazakontë. Shenjti ju afrua dhe e pyeti: "Atë, si mund të jesh kaq i qetë kur nuk ke as pasuri, as pushtet, as siguri për të nesërmen?" Plaku buzëqeshi dhe u përgjigj: "Birë, njerëzit lodhen duke mbajtur mbi supe atë që i takon Zotit. Unë ja kam besuar jetën time Perëndis, dhe për këtë arsye zemra ime është e qetë." Këto fjalë prekën thellë Shën Vasilin. Ai kuptoi se paqja nuk vjen nga ajo që zotrojmë, por nga ai të cilit i besojmë. Sa njerëz sot kanë gjithçka që bota mund të ofrojë, edhe megjithatë nuk kanë paqe. Sa të tjerë nuk kanë shumë gjëra materiale, por flen me zemër të qetë. Bota na mëson të kontrollojmë gjithçka. Krishti na mëson të besojmë. Bota na thot: "Mbështetu vetëm te vetja." Krishti na thot: "Mos ki frikë, sepse Perëndia ecën me ty." Ndoshta kjo është arsyeja pse në një botë që ecën me shpejtësi, njeriu ka ende nevojë për Zotin, sepse vetëm ai mund t'i jap paqe zemrës që vrapon pa pushim. Kisha ortodokse na mëson se njeriu nuk është krijuar për të jetuar larg Perëndisë. Në thellësinë e qenies son ekziston një etje që asnjë pasuri, asnjë sukses dhe asnjë kënaqësi e kësaj bote nuk mund ta shuaj. Kjo është etja për Zotin. Shpesh mundohemi të mbushim boshllëkun e zemrës me shumë gjëra, me argëtime, me plane, me arritje apo me miratimin e të tjerëve. Por zemra vazhdon të kërkojë diçka më të madhe. Vazhdon të kërkojë atë që e krijoi. Krishti nuk erdhi në botë për të na dhënë thjesht një mësim moral. Ai erdhi për të na dhënë jetën e tij. Ai erdhi që njeriu mos të mbetet rob i frikës, i vetmisë dhe i vdekjes, por të bëhet pjesëtar i dashurisë së Perëndisë. Prandaj, pavarësisht sfidave që përballeni, mos harroni kurrë se vlera juaj nuk matet nga ajo që bota mendon për ju. Vlera juaj matet nga dashuria e Krishtit, i cili dha veten në kryq për secilin prej nesh. Kur ndiheni të lodhur, afrohuni në lutje. Kur ndiheni të humbur, hapni ungjillin. Kur ndiheni vetëm, hyni në kishë. Sepse kisha nuk është thjesht një ndërtesë. Ajo është shtëpia ku njeriu takon Perëndin, ku plagët shërohen,
dhe ku zemra gjen paqe. Le të mos lejojmë që shpejtësia e botës të na vjedhë thesarin më të madh, praninë e Krishtit në jetën tonë. Sepse ai që ka Krishtin në zemër dhe në mes të stuhive gjen paqe, dhe në mes të errësirës gjen dritë, dhe në mes të pasigurive gjen shpresë. Dhe kjo është fitoria më e madhe e njeriut, të jetojnë me Perëndin sot dhe përjetë. Pushoni dhe dijeni se unë jam Perëndi. Sa do me thënës është ky varg për kohën tonë. Bota na thot vrapo më shpejt. Perëndia na thot ndalo për një çast. Bota na mbush me zhurmë. Perëndia na flet në heshtje. Bota na mëson të kërkojmë gjithçka jashtë vetes. Perëndia na fton të zbresim në thellësinë e zemrës sonë. Ndoshta problemi i njeriut modern nuk është se Zoti është larguar, por se ne nuk gjejmë kohë të ndalojmë për ta dëgjuar atë. Prandaj psalmi na fton: pushoni dhe dijeni se unë jam Perëndi. Si një ftesë për pasivitet, por si një thirrje për të kujtuar se mbi ankthin ton është paqja e Perëndisë, mbi pasiguritë tona është providenca e Tij, dhe mbi shpejtësinë e kësaj bote qëndron përjetësia e Tij. Kur njeriu gjen kohë për Zotin, ai gjen dhe veten. Kur gjen Perëndin, gjen paqen. Dhe kur gjen paqen, asnjë stuhi e botës nuk mund ta rrëmbejë. Në daugët e jetës ime, të gjeta ty, o Zoti im i braktisur i aruar. Të nderuar dëgjues të Radios Ngjallja dhe veçanërisht ju të rinj, duke ju falendëruar që ishit sot me ne, ju ftojmë që të na ndiqni sërish në emisionin e radhës. Miru dëgjofshim. Të dashur të rinj, ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetet tona javore, të cilat zhvillohen pranë Katedrales Ortodokse Ngjallja e Krishtit. Ditën e hënë, ora 18, organizohet studimi biblik, me qëllim thellimin e njohjes mbi shkrimin e shenjtë dhe forcimin e jetës shpirtërore. Ditën e njëjtë, ora 18, zhvillohen takime me tema shpirtërore, me pjesëmarrjen e të ftuarve të ndryshëm, të cilët trajtojnë çështje të rëndësishme për jetën dhe formimin e të rinjve. Ditën e diel, pas përfundimit të liturgjisë hynore, organizohet takimi të rinjve tek salla e rinisë, ku zhvillohen biseda dhe aktivitete shpirtërore dhe sociale. Pjesëmarrja është e hapur për të gjithë të rinjt. Jeni të mirëpritur. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për